ke xhelozi brenda? Ku në maturë? Mes shoqeve. Po matura është vatra vulkanike. Ashtu, ka xhelozi, ë? Kur ti thua 300.000 lekë fustani, pse është ngritur ajo pjaca? Sepse ka një ofertë tjetër këtu që po të O goca, është bërë një vend lokacion këtu në Tiranë, që është bërë një vend që është bërë kështu, ka dalë mod, që shkojnë gjithë vajzat marrin këto fustanet me 300.000 lekë. Ndërkohë që po t'ezësh deri në Kamës, të njëjtin fustan e merr me 60.000 lekë. Tani pse jeni fiksume mes emrit? Jo, të them unë. Nuk është ai problemi. Si, është bë trend pra. Prit pra, duhet dish një gjë, qoftë se Albana e ka marrë në filan vend. Po. Atje do i ta marri dhe Suzana. Unë se e ka marrë Albana dhe ka vdekë, tani këtë e di unë, se bisedoj gjithë ditën. Iku, edhe kjo nis pra nga rrjetet sociale, ku shoqi rrjetet sociale. Shika, ai që bëhet i në rrjetet sociale. Do të thonë bizneset e Kamzës duhet t'i mbyllim ne. Ai e rekamon, jo, shkojnë dhe. Gjyna. O gjyna. Se sapi me shtëpi fustanesh ne ta bëjmë virale kështu. Fatkeqësia. Edhe bëjmë skonto kështu, ose bëjmë me bamirësi. Ta them që ta kesh qartë, bia ajo, nuk është se në Kamës ka ndryshim çmimi, ja, ta merr vesh. Por e njëjti fustan, e di besoj i njëjti fustan. Jo, i njëjti fustan, aty është 60.000 lekë, kurse këtu të është një vend që s'duat ja them emrin tani, se normalisht ka biznes, po jo s'duat ta dëmtoj fare. E jep fustanin me 300.000 lekë dhe është këtu, shmiz lisi aty. Është sikur po bëjnë derin e jetës, e kupton? Unë besoj që nuk duhet humbur qëllimi i këtyre momenteve për të festuar. Që tha Albana, po. Po. Dhe shkolla e mesme është e rëndësishme, është mosha fillimi i lulëzimit të njeriu, të adoleshentit. Është e vërtet, në fakt shkolla e mesme ishte arsimi maksimal. Amano Ylli, se është një tangërlik i shfrenuar tani. Jo tani, jo. Po të lutem tani, qa din ato 9 vjeçare tani. Duhet të kthehemi për të parë, më fal. Po jo, duhet ta ndaloj, sepse deri në moshën 18 vjeç fëmia është nën kontrollin e prindit. Mirë fëmijët, po prindrit pse bien në këtë gracë? Ajo që duhet nga unë e para. Filloj nga vetja. Po sepse do që të jeti para diktatorave. Jo, më bëra atë që donte, bëra gabim, po bër. Mos e bani kështu në ajo që duhet të shohim herë pse është festuar aq shumë matura në krahasim me mbarimin e universitetit, sepse shumica e njerëzve mbaronin maturën. Dhe ajo ishte pjesa themelore e jetës së shumicës së popullit, se shumë nuk shkonin në universitet, më kupton? Shumë merrin profesione të ndryshme. Do të thonë ne në Shqipëri po nuk e mendoj një jashtë me logjika e shafatgjatë. Jo, do të them, kjo ka qenë momenti, ka qenë një ritual shoqëror për kishte peshë dhe rëndësi. Sot është tjetër histori në qytetet